Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga studia qendrore në Dritare Televizion. Jemi së bashku në emisionin Intervista e ditës. Për ditën e sotme do të kem të ftuar në studio avokatin Kujtim Cakrani, të cilin e përshëndes në këtë moment. Zoti Cakrani, ju përshëndes dhe ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë pjesë e intervistës së ditës për ditën e sotme. Faleminderit, kënaqësia ime si gjithmonë. Ju falenderoj. Zoti avokat, ditën e sotme ne do të ndalemi tek seanca e GKK-s që është shtyr për datën 29 janar për presidentin Meta. Cila është arsyeja që kjo datë është caktuar për datën 29 janar, kjo seancë? Shiko, ne dje në orën 14:30 që caktuar për të zhvilluar seanca e radhës për çështjen e presidentit Meta. Ju do të sqaroj publikun që çështja kërkesa e prokurorit për kalimin e çështjes në gjyq është depozituar në datën 28 gusht të vitit 2025 dhe seanca e parë është caktuar nga gjyqtare zonja Irena Gjoka në datën 25 shtator dhe duke qenë që nuk është zhvilluar asnjë, se nuk ishte mundur zhvillimi i seancës së parë, ka zgjatur për arsye objektive seancat njëra pas tjetrës, janë shtyr njëra pas tjetrës dhe ne kemi arritur deri ditën e djeshme ku është zhvilluar seanca e parë, pra prokurorët nisën relatimin e kërkesës së tyre prej 214 apo 217 faqesh për të kërkuar gjykatës kalimin e çështjes në gjykim. Është shtyr seanca sepse dje nuk ka qenë mundur që të përfundonte gjithë relatimi i prokurorëve. Thash që 214 faqe nuk mund të lexohen as për 1 orë, as për 2, as për 3, dhe duke qenë që deri dje e nisëm në orën 14:30 dhe kemi përfunduar në orën 15:30 dhe për 3 orë janë lexuar vetëm 41 faqe. Dhe normalisht gjyqtarja kryesuese e seancës vendosi që ta ndërprisje seancën dhe ta vazhdojmë ditën e njëjtë dhe ne kemi caktuar ditën e njëjtë. Jo dje kishim caktuar që më parë dhe seanca për zotin Meta do të zhvillohen çdo të njëjtë ora 10. Dhe kjo ka qenë arsyeja. Ka patur debate, se do ta them këtë dhe ta ndaj me ju për herë të parë, ka pasur debate dhe ka qenë shumë e tensionuar si seancë, sepse prokurorët në relatimin e parë të tyre kanë pasur si primare çështjen e QSD-a, ata duke mos patur prova të mjaftueshme apo të mbështetura dhe në ligj, kanë në kërkesën e tyre kanë relatuar gjëra të cilat të pavërteta që ne si avokat nuk i kemi në aktet gjyqësore, pra në dosjen që ata na kanë vendosur përpara dosjen për 70.000 faqesh. Dhe ne si avokat jemi ngritur her pas here, kemi ndërprer me tone shumë të ashpra prokurorët, të cilët ka dashur ndërhyrja e gjyqtares për të qetësuar dhe për të vendosur rendin e sigurinë, pra rendin mund të themi në kuptimin etik të fjalës në seancë. Dhe kështu që kjo seancë ka qenë e ballafaquar, thash, me fakte dhe me prova të cilët prokurorët ne nuk na kishim në dispozicion. Pati dhe një moment shumë kritik në atë seancë kur një nga prokurorët ka kërcënuar, mund të themi, ose ka shantazhuar apo merrni si ta doni, kolegun tim zotin Zhllima, dhe unë në atë moment jam ngritur dhe kam kërkuar gjyqtares ta ndërpresë seancën dhe ta nxjiet marr masa për prokurorin, ta largoj nga salla dhe të marr masa duke i adresuar ato drejtuesit të prokurorisë së posaçme që ndaj prokurorit të merresh masa. Dhe ky ka qenë prokurori zoti Arben Kraja. Dhe kjo seancë e djeshme ka përfunduar këtu me gjithë këto problematika dhe padyshim që do vazhdoj në datën 29 ora 10 dhe fillon relatimi përsëri. Nuk e di se do arrin dot t'i relatojnë 214 faqe dhe nuk e di nëse do përfundoj paktën relatimi i prokurorëve në datën 29, sepse pas prokurorëve si procedurë e ka radhën fjalën për të folur përfaqësuesit ligjor të panderëve. Dhe kështu që kjo seancë nuk përfundon as në datën 29 dhe nuk besoj as të njëjtën pas datës 29. Kështu që
që është një proces i cili thash, e kam thënë vazhdimisht, do jetë procesi për mua, kam thënë dhe gazetarëve kolegëve tuaj dhe në dalje apo në hyrje të seancës, si është gjyqi i shekullit, sepse zoti Meta është i vendosur, ka qenë në seancë, ka relatuar dhe ai disa problematika që i ka parë që i ka shfaqur prokurorët, ai ka prapsuar, por gjithsesi ne kur të vi momenti ynë procedural për të folur, pra për të folur përpara gjykatës, si të parashtrojmë nëse provat që duhet merren ose ato që nuk duhet të merren për gjykim, dhe kështu që kjo është një seancë një çështje e cila do ketë një dinamik shumë të gjerë, por padyshim që do ketë edhe përplasje ndërmjet avokatëve dhe prokurorëve për arsye procedurale, kuptojmë, jo personale, dhe kështu që do jetë shoqëruar me tensione, por mos harrojmë që është një gjyq i cili një çështje e cila i ka dalë tashmë për masat e gjykatës, ka kaluar në gjykim popullor, dhe padyshim impakti ynë si avokat është që ne të shpjegojmë edhe publikut se çfarë po ndodh me çështjen e zotit Meta dhe sa prova ka organi procedurës që të pretendoj për akuzat që ai ka ngritur si korrupsion dhe pastrim për veprës penale. Çfarë pritet të ndodhë për çështjen Meta në vijim? Shiko, si procedurë në fakt, çështja duhet kishte përfunduar brenda një muaji, sepse kodi procedurës penale në 332 ka përcaktuar pasi regjistrohet kërkesa në gjykat, kërkesa e prokurorisë për kalimin e çështjes në gjyq në gjykat, gjykata do ta përfundojë seancën paraprake brenda një muaji. Padyshim që kjo nuk është zbatuar, pra kjo dispozit nuk është zbatuar, për arsye thashë që nuk vareshin nga ne, nga avokatët, ne kemi qenë prezent të paktën ne të zotit Meta, sepse ai ishte në paraburgim dhe kemi qenë prezent, ka pasur shkaqe për shtyrje vetë nga prokuroria, po nga gjykata gjithashtu për problematikat që ka patur, edhe nga palët bashkë të pandeure të tjerë, të cilët janë në gjendje të lirë, por kanë munguar avokatët e tyre për arsye të ndryshme. Dhe kjo çështje padyshim ne mendojmë dhe besojmë që dje kemi bërë një seancë, një seancë shumë pozitive, sepse edhe vetë gjykata kuptoj që për çështjen që SDA që kemi përfunduar relatimin, është kuptuar nga gjykata që nuk ka vepër penale, nuk ka një fakt penal dhe mendojmë që të paktën gjykata të jetë e bindur për këtë akuzë, e cila nga ana jon do kërkohet pushimi i çështjes. Dhe padyshim që ne do kërkojmë për të gjithë, edhe për pastrim, sepse nëse do vendoset pushimi i çështjes, padyshim bie edhe pjesa tjetër pastrim për veprës penale. Ka dhe dy akuzat të tjera që janë ajo e lobimit, edhe ajo për mosdeklarimi i rreme i funksionarëve që janë funksionerë publike kështu me radhë. Dhe kështu që mendojmë që pak nga pak ne ta çmontojmë këtë akuzë, në fakt u them me bindje të plot dhe me sinqeritetin që mua më karakterizon, edhe pse marr kosto të jashtëzakonshme për unë të vërtetat që them, mendoj se është një akuzë e montuar keq dhe padyshim siç është e montuar keq, mendoj se ashtu ne do ta zhbëjmë. Ne jemi në një betejë ligjore dhe pa diskutim çdo avokat mendon që ta fitojë një çështje të tillë, por ne e kemi këtë siguri i nderuar nga provat 70.000 faqe që na ka vendosur në dispozicion vetë organi procedurës ku ne që në krye të erës i kemi kërkuar dhe dje kemi kërkuar që duam nga prokurorët të na sjellin listën e provave dhe ju të kuptoni çfarë është listë e provave, është ku prokurorët e mbështesin akuzën e tyre. Pra, nëse ti më sjell 70.000 faqe të administruara, të kërkuara në të gjitha ministrit, në të gjitha vendet e Europës, në të gjitha vendet e botës, në të gjitha bankat, në të gjitha institucionet, për pasurin ose për veprime të tjera për ish presidentin zotin Meta, ti duhet më faktosh mua me listën e provave që 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 prova janë këto të cilët ne mendojmë se ky ka kryer këto vepra penale për cilët ne akuzojmë. Gjykata, prokuroria nuk e ka sjell as sot që ne po diskutojmë bashkë një listë provash dhe kjo vërteton dhe tregon edhe një herë dhe na bind dhe ne si avokat që kjo është një çështje e cila është montuar keq. E qartë, gjithashtu avokat ne do të ndalemi edhe tek ftesa e kryeministit Rama nga presidenti Trump për çështjen e bordit të paqes. Ju si e komentoni këtë pjesë? Shiko, Shqipëria është një vend antar i NATO-s, padyshim është një vend që Shtetet e Bashkuara e kanë, mund të themi, po deshet ju dhe e kanë krijuar,
I referojmë të vitit 1919, ku presidenti Wilson vendosi, nxori në konferencën e Parisit atë ligjin historik, mund të themi që vetë vendosjes, kur Shqipërisë i dha një mundësi në ato kora ku ishte kora shumë të trazuara që ne patëm mundësinë ta ridimensiononim shtetin shqiptar, ashtu dhe kjo pastaj ndodhi me Kongresin e Lushës në 1920 e kështu me radhë. Unë mendoj që Shqipëria është ka qenë dhe vazhdon të jetë një aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka qenë aleate edhe në diktaturë. Mos harrojmë që ne vim në një diktaturë 46 vjeçare për të cilën dënoheshin njerëz sepse donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, donin Shtetet e